Mirlinda Karçanaj, ish drejtoresha e AKSHI, u paraqit sot në SPAK në respekt të masës së sigurisë së vendosur ndaj saj, pas hetimeve që Prokuroria Speciale ka nisur lidhur me këtë institucion. Qëndrimi i Karçanajit në SPAK ka zgjatur pak minuta, që do të thotë se ish zyrtarja ka përmbushur kështu deturimin e caktuar nga masa e sigurisë, duke shmangur komentet për mediat. Jo, zonja ka pretenduar që ne nuk e kemi pyetur në lidhje me ngjarjen. A mund të na sqaroni pozicionin tuaj? Mirlinda Karçanaj duket se e ka shumë të lehtë të flasë kur është në ambiente të kontrolluara, në studio të kuruara apo në dalje ku pyetjet janë të paracaktuara. Por sapo përballet me gazetarët dhe pyetje direkte, skena ndryshon menjëherë, heshtje, shmangje dhe largimi shpejt nga përgjegjësia. Ky nuk është thjesht një detaj komunikimi, por një model sjelljeje që ngre pikpyetje serioze mbi transparencën e fjalëve të thëna prej saj, sepse e vërteta nuk matet me sa mirë flet kur i jepet fjala e përgatitur, por me sa i gatshëm është të përballet me pyetjet e pakontrolluara të publikut. Zonja Karçanaj, si njohëse e mirë e metaforave për peshkaqenët, mund të qetësohet. Ata që drejtojnë pyetjen nuk kanë dhëmbët e grabitçarëve, kanë vetëm mikrofonin. Jo, zonja ka pretenduar që ne nuk e kemi pyetur në lidhje me ngjarjen. A mund të na sqaroni pozicionin tuaj?